Komisioni Evropian ka paraqitur strategjinë e tij 5-vjeçare për migracionin, e cila përfshin stimuj për vendet jashtë BE-s që të bashkëpunojnë në mbajtjen e migrantëve të parregullt jashtë bllokut. Bashkimi Evropian pritet të ndjekë një politikë të diplomacisë ashpër të migracionit gjatë 5 viteve të ardhshme, sipas 2 dokumenteve jo ligjvënëse të paraqitura nga Komisioni Evropian. Propozimet përfshin forcimin e sistemit të partneriteteve të bllokut me vendet e treta, duke përdorur aksesin në viza, tregtinë dhe mbështetjen financiare si mjet e presione për të shtyrë qeveritë huaja të ripranojnë shtetasit e tyre dhe të ndalojnë nisjet e paligjshme drejt Europës. Kjo do të përfshijë dhe përmirësimin e mekanizmit pezullimit të vizave për vendet që konsiderojnë se nuk bashkëpunojnë mjaftueshëm me politikat kufitare të BE-s. Dokumenti i parë, i quajtur Strategjia Europiane për Menaxhimin e Azilit dhe Migracionit, është një plan orientues për qasjen e Komisionit gjatë 5 viteve të ardhshme dhe është gjerësisht në përputhje me strategjinë aktuale, shtrëngimin e kufive, përdorimin e teknologjive të sofistikuara për të gjurmuar shtetasit jo të BE-s që hyjnë në bllok dhe përmirësimin e kthimit të migrantëve të parregullt në vendet e tyre të origjinës. Dokumenti i dytë, i quajtur Strategjia e BE-s për vizat, është i lidhur ngushtë me strategjinë e migracionit, pasi shtylla e tij e parë kushtohet forcimit të sigurisë së BE-s. Përtej mekanizmit të pezullimit të vizave, parashikohet një monitorim më i fortë i regjimeve aktuale pa viza dhe mënyra të reja për të forcuar sigurinë e dokumenteve të udhëtimit. Një rishikim i rregullave të BE-s për vizat mund të përfshijë gjithashtu masa të synuara kufizuese për të pezulluar, refuzuar ose kufizuar aplikimet për viza në përgjigje të veprimeve armiqësore nga vendet e treta që cënojnë sigurinë e BE-s.